Hëngri vezë çdo mëngjes për 30 ditë të rresht. Do mahniteni me atë që i ndodhi. Vezët mbartin vlerat jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve, ato bëjnë pjesë në listën e 10 superushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të elementëve ushqyes që i duhen organizmit në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sigurisht, vezët e ziera janë një përzgjedhje e mirë ushqyese dhe shtimi i tyre në dietat tuaja ditore në formën e tyre natyrale mund të ofrojnë vlera të çmuara për shëndetin dhe të lehtësojnë komplikacionet e tij. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni vezë të ziera çdo mëngjes në dietën tuaj? Vezët do të ofrojnë proteina cilësore, shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Vezët përmbajnë 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi ynë. Vezët ofrojnë gjithashtu edhe 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet edhe tek elementët ushqyes të bardhës së vezës. Vezët janë të pasura me ushqyes të rëndësishëm për organizmin dhe si të tilla mund të japin rezultate fantastike rigjeneruese për shëndetin. Vezët e ziera ofrojnë proteinë cilësore, gjithashtu vitamina dhe minerale esenciale. Të dobishme këtu ku përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët përbëjnë shtyllën kryesore të një ushqyerie të shëndetshme. Vezët do të ulin gjithashtu edhe numrin e triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet të jetë më i ulët për një shëndet më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore omega 3, duket se kanë aftësi të mira ushqyese në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sipas një studimi, njerëzit të cilët konsumojnë të paktën një vezë në ditë janë 30% më pak të riskuar të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme si pasojë e problemeve të ishemisë. Shtimi i vezëve në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak probleme të shëndetit të zemrës. Njerëzit të cilët konsumojnë vazhdimisht vezë në dietën e tyre janë më pak të riskuar që të vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër më të shëndetshme, kjo falë edhe vezës që konsumojnë në ditë. Personat që shtojnë vezë në dietën e tyre janë më pak të riskuar që të vuajnë nga komplikacionet e shëndetit të zemrës. Vezët do ju ngopin dhe do ju mbajnë të ngopur për më gjatë. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Llogaritje shkencore tregojnë se personat që konsumojnë vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët që gjenden te veza ndihmojnë në shëndetin e syve dhe parandalojnë problemet e rëndesës së tyre. Antioksidantët e vezës janë një burim i mirë falë yndyrnave që lehtësojnë edhe lëndët ushqyese në përthithjen e duhur. Shtimi i vezëve në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një shikim më të fortë dhe më të mprehtë. Vezët janë të mira për shëndetin tuaj mendor. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin midis qelizave tuaja nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani të paktën 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës gjithashtu mund të shoqërohet edhe me probleme të kujtesës dhe rëndesën në aftësinë të menduarit. Shtimi i vezëve të ziera në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë të kujtesës, lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të tyre. Vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i konsumojë ato në mënyrë të rregullt, për të marrë përfitime dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet që ju kanoset.
Vezët mbartin vlerat jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve të Healthline, ato bëjnë pjesë në listën e 10 superushqimeve më të rëndësishme për organizmin. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore të plota në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Një vezë do të ofrojë aminoacide thelbësore që do të përbëjnë shtyllën kryesore të një ushqyerje të shëndetshme dhe niveleve të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi i njeriut dhe vezët do të ofrojnë 6 gram proteinë cilësore, gjysma e të cilës do të gjendet te e bardha e vezës. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietave tyre. Ngrënia e një veze në ditë mund t'ju ndihmojë kundër një sër komplikacionesh, duke ofruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke lehtësuar komplikacionet kardiovaskulare. Sipas një studimi të publikuar në revistën Heart, njerëzit që hanë vezë në ditë janë 18% më pak të riskuar të humbasin jetën si pasojë e sëmundjeve kardiovaskulare, krahasuar me ata persona që nuk i konsumojnë vezët. I njëjti studim thotë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë 28% më pak të riskuar nga ishemia ose hemoragjia cerebrale, krahasuar kjo me personat që nuk i konsumojnë vezët. Një studim ku analizoi të dhënat e plot 400.000 të rriturve, ata ishin të moshave nga 30 deri në 79 vjeçare. Studime të tjera analizuan edhe regjimin ushqimor të pjesëmarrësve në sasinë e vezëve që konsumonin prej tyre. Në arkun kohor të 9 viteve, ata regjistruan të dhëna shëndetësore duke u përpjekur të kuptonin më mirë rolin e vezëve në shëndetin e njeriut. Njerëzit që kishin një konsum mesatar të vezëve një herë në ditë ishin më pak gjasa të prekeshin gjithashtu edhe nga sëmundjet kardiovaskulare. Këtu përfshihet edhe një atak në zemër, ishemi, hemoragji cerebrale, sëmundje të tjera të njëjtit grup. Shtimi i vezëve në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë dhe shtim të elementit të kolinës. Shkencëtarët kanë provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani vezë çdo ditë në dietën tuaj, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës në trupin tuaj mund të çojë edhe rënje të kujtesës. Shtimi i vezëve në menun tuaj ditore do të përkthehet në sy më të mprehtë dhe shikim më të fortë. Vezët e pulave janë të pasura gjithashtu me elemente të pasur të luteinës. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e mprehtë dhe të qartë. Me mungesën e këtyre elementeve, indet e syrit dëmtojnë në shikimin dhe përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Ndaj shtimi i vezëve në menun tuaj ditore do të jetë një element shumë i mirë për shëndetin tuaj të syve. Vezët ofrojnë nivele të mira të vitaminës D, gjithashtu edhe të kalciumit, ndaj mund të luajë një rol fantastik për shëndetin e syve. Sipas të dhënave, vezët janë të pasur me vitaminën D, e cila ndihmon organizmin të përthithë më mirë nivelet e kalciumit në trup. Ato mund të forcojnë kockat, të mbajnë larg komplikacione dhe të rrisin gjithashtu rezistencën e shëndetit tuaj të syve. Sigurohuni që të merrni më shumë vitaminë B përmes konsumit të vezëve. Vitamina B do të mbrojë gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës dhe do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë atë si një përzgjedhje fantastike edhe për të rënë nga pesha. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një dietë me pak kalori dhe vezët për mëngjes, do ta keni më të lehtë të humbisni kilogramet e tepërt dhe t'i siguroni trupit tuaj të gjitha elementet ushqyes mjaft të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndaj sigurohuni që vezët e ziera t'i keni pjesë të dietave tuaja. Ndaj shtimi i vezëve të ziera në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje fantastike të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj konsumoni vezët e ziera në menun tuaj për të marrë vlerat e tyre ushqyese dhe për të parandaluar kështu komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.